Faleminderit. Zoti kryetar, rikthehem në të sallë pas 20 ditësh përjashtim, për të cilin me thënë drejtën nuk e kuptova pse u përjashtova, edhe madje edhe kur kërkova të drejtën e fjalës në byron e kuvendit, kjo e drejtë na u mohua. Po më e rënda, zoti kryetar, është që ky parlament me dhunën e kartonave të kuq ka përjashtuar edhe kryetarin e Partisë Mundësia, zotin Agron Shehaj, për 30 ditë tjera. Dhe në total, nga fillimi i këtij sesioni, kryetari i një partie politike që ka marrë 50.000 vota në zgjedhje të administruara nga ju, me numëruesit tuaj, ka munguar 3 muaj në këtë seancë, 1/3 e kohës. Nëse ju mendoni se ky është parlamentarizëm, ja u them unë, ky është një partitizëm banal. Nuk buron legitimitetin nga kartonat tuaj të kuq që i ngrini dhunshëm, po buron nga qytetarët, të cilët kanë dalë në rrugë, në shestot, në bulevardin Dëshmorët e Kombit, që kërkojnë dorëheqjen e kësaj qeverie dhe shpërbërjen e këtij parlamenti të turpshëm. Po ku e keni parë ju të përjashtoni deputetët, të gjithë deputetët e një force politike? Çfarë kujtoni se jeni ju? Jeni pronarët e Shqipërisë ju? E keni kthyer në këtë parlament në një derexhe? Si mund ta bëni këtë gjë? Si mund ta bëni këtë gjë? Tjetër, zoti kryetar, vetëm sot u informuam, sapo erdha në seancë, me letrën tuaj, që kërkesat tona për interpelanca, për pyetje përgjigje, të gjitha, janë anulluar nga ana juaj. Na thoni që me që ju keni folur për Zvërnecin, për rjollin e parlament, nuk mund ta pyesni më ministrin e Brendshëm për këtë çështje. Po si mund të ta shkelni kaq dhunshëm kushtetutën? Si mund të ndaloni një deputeti të flasi për çështje që do ai, që është votuar ai? Nuk është parlament ky, zoti kryetar. Nuk është parlament ky. Nuk mund të pyesim ne ministrin e Brendshëm pse? Sepse pas kemi pyetur në një seancë të kaluar. Nëse ju i thoni parlament këtij, nuk e di çfarë mund të them më tepër. Nuk e di çfarë mund të them më tepër. Dhe ajo që donim të ngrinim në këtë interpelancë me ministrin e Brendshëm, i cili me sa duket e kalon kohën duke sulmuar individ nderuar që flasin për protestën dhe mbrojnë qytetarët, veçanërisht avokatët, apo intelektualë që flasin ka guxime dhe të flasin, dhe nuk merret me policinë e shtetit që ka dalë nga shinat e ligjit. Një polici shteti që teksa po vija këtu në parlament, kishte rrethuar gjithë parlamentin me blinda, me qindra policë, edhe pse s'kishte asnjë protestues aty. Pse? Sepse ju trembët një vezë ju. U trembët nga vezët ju. Si mundet që deputetët mos pyesin ministrin e Brendshëm për këtë gjë? Do ta pyesim edhe për Zvërnecin prap, patjetër. Sepse kur ndodhi dhuna në Zvërnec nga bodyguardët e oligarkut dhe kompanive private, disa ditë me vonesë ministri tha ja u hoqim licencat të këtyre kompanive. Ka raportime serioze që të njëjtat kompani thjesht kanë ndryshuar emrin, zoti ministër. Për këtë donim të pyesim neve ju. Për këtë donim të pyesim. Dhe për të njëjtën situatë ku mbi 120 ditë banorët e rjollit protestuan në fshatin e tyre, që u troqën dhunshëm dhe u rrahën nga policia private, nuk folët kurrë për këtë gjë. Kur ne kërkonin të flisim parlament për rjollin, ju na censuronit. Dhe tani prapë kërkonit na censuronit. Po nuk e pati ju dhunën e policisë private në rjoll, zoti ministër, nuk e pati ju atë dhunë atje, se si triqin zvarr. Po policia që ka marrë zvarr, nëna me fëmijë dhe grashtat zana e ka shoqëruar në komisariat, edhe pse vendimet e gjykatave thoshin një pas një që nuk duheshin prekur, dhe i troqet zvarr. Dhe kur u mbush kupa në Zvërnec, bëni sikur po hiqni disa licenca. Po kalojmë edhe më tutje. Sjellja e policisë së shtetit në raport me protestën kombëtare që kërkon dorëheqjen e kësaj qeverie është e patolerueshme. E patolerueshme. E teksa kryeministri ka lëshuar gojën, që i quan shqiptarët drejnin shqiptare si nazist, është policia juaj që po sillet si një Gestapo. Janë mbi 300 njerëz të shoqëruar. Pa arsye, mbi 300 njerëz. Çfarë është kjo polici që i merr njerëz në telefon paraqitur në komisariat? Edhe gjykata u ka rrëzuar.
Ua ka rëzuar, ju prapë vazhdoni të një të gjë. Tek protesta që ndodhi para parlamentit. Zoti ministër, në qoftë se veza është akt dhune, ju qofshi. Është një akt civil. Dhe ata që e kanë marrë përsi për vezën, turpi për ta. E du ta kuptojnë mesazhin. Ashtu si të bëjnë xhiro në gjithë Tiranën, edhe të shikojnë portretet e tyre që janë ngjitur në koshat e plerave. Së mos, për ju zoti Balla, janë mbushur koshat e plerave, me portretin tënd. Janë mbushur koshat. Shëtit Tiranës do e shikosh. Dhe mund të gjesh ratlëk vetëm në Bruksel, kur shkon dhe luan Bixhos në mes të Brukselit. Turpi për ju, dhe flisni për imazhin e Shqipërisë. Tjetër, kalojmë prapë te policia. Do kalojmë te policia. Treqje zvarr, gazi lotësjellës, ai piperja rinjve, dhuna me shelma, goditje në komisariate. Kësa i thoni ju policie europiane? Kësa i thoni policie europiane? Dhe ç'është më e rënda? Ç'është më e rënda? Ka nisur policia e shtetit hetim, sipas tyre për 10.000 shqiptarë që flasin lirshëm në internet dhe u fusin nga një review negative klientëve të Edi Ramës. Kjo është. Nëse dikush i ka nxirr imazhin Shqipërisë, është kjo qeveri. Kjo qeveri. Sepse imazhin Shqipërisë ka ngrit protesta, që flet e gjithë bota e civilizuar, që flet Parlamenti Evropian, që flasin mediat perëndimore, për një shqiptare që është ngritur në këmbë dhe kërkuan një vend normal, një vend ndryshe. Ndërsa ju keni shkuar në media si një vend që me parat e buxhetit paguani një këngëtar adhurues të Hitlerit. Ju, edhe flisni për imazhin ju që del kryeministri flet në anglisht, si i vetmi vend që ka shpëtuar e brend gjatë lufte. Dhe çfarë bën? Paguan me parat e shqiptarëve një adhurues të Hitlerit që vjen në Tiranë. Turpi juaj. Dhe për ta përmbyllur, është ironike në fakt, është një ironi e historisë, zoti kryetar, se fiks 30 vite më parë, në këto vakte, në Tiranë erdhi grupi i famshëm Labush dhe i kënduan shqiptarëve Sweet Dreams. Por të reklamuar atyre ëndrrën se mund të futesh kursimet në firmat piramidale dhe mund mos punosh. E dim se çfarë ndodhi disa muaj më pas. Ju sot po bëni të njëjtën gjë. Por vetëm me ndryshimin e vetëm se ndërsa atëre këngëtarët i paguanin firmat piramidale, sot ju keni futur dorën në xhep të shqiptarëve, keni marrë paratë dhe keni paguar të këngëtarë. Historia përsëritet. Ndaj thirrni mendjes, ktheni legitimitetin në këtë parlament. Mos tentoni të ndërprisni fjalën deputetëve, mos tentoni të përjashtoni më, sepse ndryshe do largoni me turp. Të largohesh nga politika është një gjë shumë normale, por të largohesh me turp është diçka krejt tjetër, dhe ky do të jetë fundi juaj. Kalojmë procesin e votimit.